Një grua në kohën e profetit Muhammed, paqja qoftë mbi të, abuzohej emocionalisht nga i shoqi. Dhe për këtë arsye, ajo nuk mbeti e heshtur, ajo shkoi tek profeti Muhammed, paqja qoftë mbi të, dhe i kërkoi ndihmë. Burri i saj përdori një metodë përpara islamike, që quhej zihar, një metodë shumizore, që sigurisht pas islamit kjo nuk u lejua më. Ai tha asaj pikërisht këto fjalë: "Ti je për mua si shpina e nënës time." Këto janë disa fjalë tepër jo të mira, tepër mizore, dhe që do të thotë që nëse i përkthejmë, do të thotë që ti nuk je më gruaja ime, por sigurisht ti nuk mund të rimartohesh sërish. Profeti Muhammed, paqja qoftë mbi të, nuk kishte një përgjigje në ato momente për diçka të tillë, sepse nuk ishte ardhur akoma nga Allahu kjo, si thuhet, revelation, apo nuk ishte ardhur ajeti në lidhje me këtë, dhe akoma, domethënë, deri në atë momente. Pastaj pas atij momenti, sigurisht Allahu zbriti këtë ajet. Sigurisht që njerëzit rreth e qark u bezdisën nga pyetjet e një gruaje të tillë, siç thuhej, por sigurisht Allahu dëgjonte dhe e shikonte, dhe nuk u bezdis nga kjo gjë. Allahu për shembull mund të thoshte që kjo që ajo po bënte është gabim, ashtu siç në ato momente disa meshkuj bënin ato lloj fytyra që po bëhet shumë dramatike, mos ja vini veshin, është femër, është kështu, është ashtu. Por jo, Allahu e dëgjoi. Dhe Allahu nuk i tha, për shembull, ti thoshte ti je mos mirënjohëse, ashtu si shumë nga ata meshkuj aty që ndodheshin aty flisnin dhe bënin thashë thushe me njëri tjetrin. Dhe nisi me unë të dëgjova ty. E keni parasysh në atë momente kur ne jemi duke qarë përballë Allahut dhe shejtani na jep ato mendime në kokë duke na thënë për çfarë qanë, këto janë gjëra të kota përballë Allahut. Por që në fakt nuk është e vërtetë. Pikërisht të qarën e asaj gruaje, Allahu e rikrijoi dhe një herë në Kur'an, e vendosi në Kur'an duke thënë unë të dëgjoj ty. Kështu që çdo kush që gjatë kohës ta zënë të namazit qanë përballë Allahut, Allahu thot unë të dëgjoj ty, dhe nëse dikush abuzohet nga dikush tjetër, Allahu thot unë të shoh ty. Një grua